Nafta u shtrenjtua dhe frika se rikthimi i inflacionit dhe rritja e çmimeve në produkte të tjera do të ndodhë u shtuan në Kosovë pasi që SBA-ja dhe Izraeli nisën luftën në Iran. Por si po e trajton Kosova këtë situatë? E ftuar në podcastin ton, 5 pyetje është Mimoza Kusari Lila, ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, për të ndarë me ne perspektivën e qeverisë se sa është i sigurt tregu i Kosovës pas kësaj situate, si po funksionojnë masat e ndërmarra pas rritjes së çmimit të naftës dhe cilat janë planet e qeverisë për ta mbrojtur qytetarin nga një valë e re e mundshme e shtrenjtimit të jetesës. Përshëndetje dhe mirëseardhje zonja Kusari Lila. Faleminderit shumë për ftesën dhe mirë se ju gjej. Atëherë nisim me pyetjen e parë, pra që nga fillimi i luftës SBA-s dhe Izraelit në Iran, Kosovë psoi një rritje e çmimit të naftës dhe po ashtu u rrit edhe frika se mund të kthehet inflacioni, do të ketë rritje të çmimeve. Vlerësimin e juaj, sa i ekspozohet tregu i Kosovës kësaj goditje? Fatkeqësisht tregu i Kosovës si treg me sasi të madhe të importit është shumë i ekspozuar ndryshimeve të çmimeve të cilat ndodhin qoftë në vendet ose në shtetet e Evropës apo edhe në vendet të cilat janë pika strategjike, siç është situata me Iranin për shkak të ndjeshmërisë për transportin e derivateve. Llogaritet që deri 20% të derivateve në nivel botror kalojnë nëpër do me thënë ngushtisjen e Hunduzit aty ku edhe po ndodhin lufta, në fakt betejë për plasjet dhe ajo çfarë drejt për drejt ka pasur ndikim në çmim është si rezultat i ngritjes së çmimit në stoqet në nivelin botror. Megjithatë, si ekonomi më e vogël, kjo pjesa pozitive e saj është që mundësitë e reagimit dhe mundësitë e parandalimit të eskalimit janë më të mëdha për shkak të madhësisë ose të themi të formave të cilat janë edhe të parapara me legjislacionin fuqi, si rrjedhojnë më njëherë me 4 mars, pak ditë pas fillimit të konfliktit atje, kemi ndërmarrë masën e cila është e paraparë me ligj për derivatet, e cila përcakton marzhën e fitimit për shitësit me shumicë dhe shitësit me pakicë të sektorit të derivateve. Kjo marzh parasheh kufizimin, gjithsesi e ka në aspektin monetar të themi tavanin e përcaktuar për shitjen me shumicë 2 cent në litër, për shitjen me pakicë 12 cent në litër, që në total nga çmimi i importuar, që ne si informata i marrim çdo ditë të përditësuara nga doganat e Kosovës, mund të ketë lëvizje gjithsesi mund të ketë përcaktim të çmimit për konsumator. Deri më tani ka pasur zbatim të përgjithshëm të masës, kemi pasur gjithashtu edhe intensitet të shtuar të inspektimeve, e natyrisht kemi ftuar edhe qytetarët që të bëjnë raportime të drejtë për drejta dhe tek zyrja apo departamenti për mbrojtjen e konsumatorit në mënyrë që të jemi edhe ne shumë vigjilent, por gjithashtu edhe të ndërmarrim masa në rast të shkeljes së rregullës së marzhës së fitimit. Sa ishte efektive, zonja Kusari, kjo masë, sepse nga java në javë prej 28 shkurtit, azën prej 4 marsit, kur masa është në fuqi, prap kishte ndryshim dhe rritje të çmimit të naftës. Po, ka ndryshim për shkak se marzha është e përcaktuar mbi çmimin e importuar, do të thotë nuk është fikse, që të themi se çmimi është statik dhe ndalet, se kemi pas se në opinion kemi vret në fakt se në opinion ka pas pak keq kuptim në vlerën e asaj se cila është e përcaktuar, cili është tavani. Ai është lëvizës varësisht prej çmimit të importit. Në një reagim të cilin unë e kam bërë ditë më parë dhe kam treguar se sa ka qenë çmimi i një dite paraprake, rrjedhimisht sa mund të jetë çmimi ditën e nesërme, ajo po mirret tashmë si kufi dhe po dërgojnë mesazhe qytetarëve se po thonë se është ngrit mbi ato, por çmimi është ngrit edhe në kufi. Do thotë ditën e djeshme, çmimi i importuar për litër ka qenë €1.52, që i bie deri në 14 cent mbi këtë vlerë, ka mundësi të rritjes, por jo mbi atë. Po, do të flasim pra për ditën e një ditë paraprake, po, një ditë paraprake deri në do të thotë brenda 24 orësh, se çmimi përcaktohet në atë formë edhe pse nënkuptohet që pompat e derivateve shitjes me
pakicë, por edhe ato të shitjes me shumicë kanë furnizime, domethënë të disa Të ditëve, rezerva, po. të rezerva, edhe ato jemi duke e monitoru. Sasia e rezervave nuk ka ndryshu tek pompat e derivateve që është shenjë pozitive në raport me menaxhimin Kishte e edhe një pritjeve. panik për këtë dhe kishte njerëz që mbushnin veturat me derivate nga frika që s'do të ketë në do të harxhohen rezervat. Si qëndrojmë tash për tash me këto rezerva? Me rezerva qëndrojmë sikur edhe në situatën e njëjtë para se të fillonte lufta atje. Do të thotë nuk ka pasur lëshim të rezervave në treg për të mbulu mungesën. Do të thotë nuk ka pasur asnjë ditë që ka pasur sasi më të vogël të derivateve në treg. Prandaj unë po mundohem maksimalisht që t'ju tregoj qytetarëve të Republikës tonë që nuk kemi ende arsye për panik, gjithsesi nuk ka pasur mungesë të sasisë së përgjithshme të derivateve në tregun në Kosovë. Por që situata atje nuk është e parashikueshme, domethënë në situata të konflikteve të tilla mund të ketë ndërprerje apo mund të ketë Vazhdim zgjatje ose dhe përkeçësim të rrethonave. Prandaj duhet jemi vigjilent, por të ndjejmë se secili sipas rrethonave të cilat na imponohen në këtë rast, duhet t'i marrim masat e duhura. Në situatën aktuale përparësia është që po hymë në sezon të verës e nuk kemi duke hymë në sezon të dimrit, kur edhe kjo pjesa e në veçanti e derivateve cila përdoret për ngrohje në institucione ose në kompani nuk vlen të pakten për muajt në VM e para, por e dyta është që mund të ndikoj në çmimin e transportit të produkteve dhe pastaj të faturohet në fund në ngritje të çmimit. Do të flasim edhe për këtë pjesë, por sa jemi tek çështja e marrës për fitim në naftë. A pati shkelje të këtij vendimi nga 4 marsi dhe çfarë masa u ndërmarrën për ata që e shkelën? Po, ka pasur shkelje nga 2 kompani, të 2 kompanit janë gjobitur, masat janë që e para masë është gjoba, e dyta masë është tërheqja licencës, nuk ka ardhur tek e dyta, do thotë kompanit pastaj janë sjell konform rregullës për përcaktimin e marzhës së fitimit, ndërsa në përgjithësi ka pasur liri të përcaktimit. Do thotë ka pasur kompani që kanë vendosur të kenë një marzhë më të vogël të fitimit, gjithsesi më pak fitim, por të jenë më konkurrues në treg. Ka pasur kompani të cilat kanë vendosur që të kenë çmimin më lart të përcaktuar në pasqyrën e çmimeve në hyrje të pompës së derivateve apo pikës së karburantit, përderisa brenda kanë pasur çmim më të ulët. Për shkak se po kjo bëhet prej kompanive për shkak që të rrisin besnikrinë në farforme të klientelës, të japin kartelat e antarësisë ose lojaliteti që i kanë në kuadër të pikave të tyre të derivateve, dhe kjo në një farforme për të inkurajuar se jasë do të ishte çmimi pa këtë kartel të lojalitetit, ndërsa nëse ju furnizoni brenda dhe e keni këtë, atëherë zbritet prej 2 deri në 5 cent çmimin, varësisht prej politikës së tyre. Por edhe ato kemi qenë duke i mbikëqyr në konform natyrisht edhe ligjit për mbrojtjen e konsumatorit dhe të drejtës për të informuar. Po flasim për ndikimin pra që pati në rritje të çmimeve të karburanteve, por cil sektor, zonja Kusari, i vlerësoni më të ndikueshëm nga kjo situatë pas konfliktit atje? A mund ndikoj rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore në Kosovë industrinë e prodhimit apo dhe sa i përket çështjes së transportit, azën publik ose transportit të brendshëm? Të rriten çmimet në këta sektor dhe në cilë ndoshta më sektori i energjisë, edhe sektori i derivateve që merret edhe si sektori i energjisë, janë sektor me efektin multiplikativ në shumë edhe industri, edhe pastaj në produkte të cilat vijnë nga ato industri, por edhe në shërbime. Unë besoj që kemi mundësi të mbajmë nën kontroll ende situatën me çmime, përkundrejt se mund të jetë e menaxhueshme sipas jush? Ne jemi duke bërë përpjekje që të kemi të finalizuar ligjin për çmime tavan, gjithsesi për përcaktimin e çmimeve në situata të veçanta të produkteve, të listës së produkteve esenciale. Kjo krejt do të mvaret a do të kemi kuvend në javët e ardhshme për ta miratuar këtë projekt ligj. Kemi bërë të gjitha konsultimet dhe
përgatitje qoftë edhe ato për shkurtim të afateve të shqyrtimit, për shkak se kjo është hera e dytë të cilin ligjin po e shqyrtojmë pasi që herën e parë në disa nene i ka shfuqizuar gjykata kushtetuese, dhe ajo është masa e parë dhe më e rëndësishme në raport me mbrojtjen e kategorive më të lëndueshme, do të thotë të gjithë atyre qytetarëve të Republikës që janë me paga minimale, të gjithë atyre që janë në pjesë të skemave sociale. Pra, të vendoset çmime tavan në këto produkte bazë. Esenciale, po, Esenciale, lista e po. produkteve është e përcaktuar edhe me ligj, fillon prej miellit, qumshtit, vajit, vezëve, pastaj ushqimit për fëmijë, ato të cilat janë elementare për shportën e Do të jetë çmimi konsumatorit. tavan, ta zëm çmimi që është aktual para se të vinë rritje çmimeve apo si do Është e përcaktuar vendosja e çmimit tavan me ligj, është e përcaktuar prej shpenzimeve të cilat i bën kompania qoftë për prodhimin apo edhe për importin dhe transportin, dhe mbi to pastaj vendoset një marzh e fitimit minimal në mënyrë që nuk duam edhe të rrezikojmë kompanitë të cilat merren me shitjen apo me prodhimin e produkteve, por që duam të kemi një ndjeshmëri për shkak se kemi pasur situata, nëse e mbanin mend, jo shumë larg në periudhën e pandemisë kur ka pasur kapërcime enorme të çmimeve që nuk kanë përkuar me Ishin ato të shpenzimet shiqes së vajit kryesisht. të vajt, por nuk kanë përkuar me çmimen që janë bler ose janë importuar ajo sasi e vajt ose janë prodhuar në Kosovë. Do të thotë ka pasur tentim për shfrytëzim të rrethonave nga tregtar apo operator të caktuar ekonomik, me çfarë është dashur intervenimi menjëhershëm edhe inspektoriatit edhe institucioneve administratës tatimore. Prandaj kjo situatë është për të parandaluar devijime të tilla apo manipulime të cilat sillin fitim shumë të madh për dikë, ndërsa dëm të rënd për kategoritë të caktuara sociale. A rrezikon Përteja asaj, zonja Kusari lirinë e tregut të lirë, pra? Sepse kjo ka qenë edhe kritika dhe e opozitës të kaluarën për ligjin e kaluar që u kontestuar në gjykatë, që po cenohet ekonomia e lirë e tregut në Kosovë. Fatkeqësisht ky narracion i partive opozitare të cilat pastaj edhe sfiduan ligjin e kushtetuese, solli edhe kushtetuesen ta rrëzë ligjin, por ne nuk po flasim për ndikim të vazhdueshëm në ekonomi, ne po flasim për situata të veçanta. Dhe në situata të veçanta kërkohen masa të veçanta. Do të thotë edhe ne sikur mos t'i ndërmerrnim do t'i kërkonin qytetarët nga ne që t'i ndërmarrim. Ju e dini që Qeveria e Republikës Kosovës në vazhdimsi ka përgatitur pako për dalje nga kriza për të ndihmuar kategoritë të caktuara që kanë pasur lëndueshmëri më të lartë. Ka ende edhe me programin e këtij viti pako për ballafaqim me inflacionin, të cilën është përgatitur për familjet në nevojë nga Qeveria e Republikës së Kosovës, edhe kjo është një masë drejt për drejt për vitin 2026 me buxhetin e miratuar në Kuvendin e Republikës, por që për ne është e rëndësishme që funksionalitetin apo zbatimin e këtij ligji ta kemi sa më të shpejt, ndërsa ajo çfarë ka propozuar gjykata kushtetuese në raport me ndarjen e përgjegjësive gjithsesi krijimin e mekanizmave balancues prej qeverisë dhe kuvendit, krijon në një farforme zgjatje dhe jo reagim të menjëhershëm siç kërkohet në situatat e veçanta. Themi situatën hipotetikisht kur mund të mos kemi kuvend, siç kemi situatën aktuale me masë të përkohshme të kuvendit, apo situatën kur mund të jemi midis një procesi zgjedhor dhe ndodh diçka e cila kërkon ndërhyrjen e qeverisë. Tani cili do të jetë ai trup i cili sipas interpretimit të gjykatës duhet t'i raportoj kuvendit që mund të ketë legjitimitet për të ndërmarrë masa për ndërhyrjen në treg, apo t'i propozojë qeverisë që të merr vendime për ndërhyrje ose për lehtësim të masave për kategoritë të caktuara. Prandaj në esencë ajo çfarë ka ndodhur me interpretimin e gjykatës kushtetuese kanë frikë se ka rënë më shumë si presion i një diskutimi apo diskursi publik në raport me ndërhyrjet do të thënë alarmin që partitë opozitës e bënin se qeveria po synon të ndërhyjë në tregun e lirë, sesa që ka qenë qëllimi, është humbur ideja e qëllimit fillestar për të mbrojtur kategoritë më të lëndueshme në situatat kur çmimet e produkteve esenciale rriten në një shpërputhje me normën e inflacionit. Do të thotë këto masa kanë ndërmarrë shtetet me ekonominë më kapitaliste, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, shtetet të mëdha, të cilat edhe masa e ekonomisë e madhësia është shumë e madhe në raport me tonën dhe prap kanë ndërmarrë masa qoftë në rikthim të tatimit apo në skemën e bonove apo në skemën e asistencës së drejt për drejt apo në përcaktime të çmimeve. Prandaj në frymën e mbajtjes së një diskutimi demokratik ose diversitetit të mendimeve, nganjëherë po harrojmë që kemi përgjegjësi pak më të madhe për ata që janë më në nevojë, po flas si subjekte politike dhe nuk duhet çdo gjë të luftohet në bazë të parimit të
politikë bërjes, por gjithashtu edhe të efektit fundor për ata të cilët presin vendimarrjen tonë. Nëse jemi në një situatë, zonja Akusari, kur rriten çmimet, sepse edhe tash njerëz ankohen që shtrenjtu jeta, që po rriten çmimet vazhdimisht, ndoshta shtritja më e vogël numerikisht, por është e vazhdueshme. Çka do të bëni nëse jemi në një situatë që s'kemi kuvend funksional që ta miratoj këtë ligj, në cilin po punoni, dhe a do të konsideroni ndoshta masa të menjëhershme që nuk varen nga ky ligj? Janë dy forma. E para forma është përcjellja e çmimeve në treg dhe sigurimi se nuk ka abuzim me çmime. Ajo është kompetencë e inspektoriatit të tregut, prandaj ajo edhe tash përderisa ne po flasim, janë inspektorë në terren të cilët po bëjnë verifikimin e çmimeve dhe natyrisht marzhës për mbi atë se a ka lëvizje të menjëhershme e cila konsiderohet spekulative për shkak të festës Bajramit. Por gjithashtu është edhe pjesa tjetër e ndihmës së drejt për drejt për kategoritë e lëndueshme apo kategoritë të cilat preken më shumë nga norma e inflacionit. Kjo është në afat shkurt. Në afat mesëm dhe afat gjatë ne jemi duke punuar intensivisht si ministri tash për të identifikuar dhe ofruar mundësi potencialit prodhues në Kosovë. Krejt kjo lëndueshmëri e tregut ton vije si rrjedhojë e vashmërisë së madhe nga importi. Sikur të kishim prodhimin vendor më të zhvilluar dhe se konsumin e produkteve vendore, ndjeshmëria apo lëvizjet e çmimeve nga jashtë nuk do të importoheshin me njëherë brenda. Do të thotë ekziston një fazë e cila gjatë së cilës do të ketë mundësi që brenda në tregun e Kosovës të kenë produkte të cilat kanë rezistencë më të madhe ndaj ndryshimeve. Çfarë do të bëni praktikisht në këtë drejtim, sepse edhe në markete hasim shpesh produkte vendore më të shtrenjta se sa ato të importuara. Po flasim për produktin e njëjtë, ke qumsht të Kosovës më të shtrenjtë se ai që importohet. Dhe në fund të ditës konsumatori zgjedh bleja të më të lirë, ani pse e lë në raft produktin vendor. Po, dhe nëse flet me kompanitë vendore, ato do të tregojnë për kostot e çmimit të lëndës së parë të importuar apo edhe ndihmave të cilat shtetet e vendeve tjera ju ofrojnë prodhuesve të vet në mënyrë që ato të vinë me çmime më të vogla. Për këtë kemi masat të cilat përcaktojnë a ka, domethënë, sjellje të cilat janë të denueshme ose sankcionuara, të them më mirë, me ligj, siç janë masat antidumping, që nëse ka hedhje në një farë forme si quhet të produkteve në tregun ton, ato të ndalen, por gjithashtu edhe drejt për drejt ndihmë dhe punë me prodhuesit vendor për mbajtjen e çmimeve brenda normale, se nuk është interesi edhe ne të dëmtojmë kompanitë apo të kemi humbje ose të bëjmë të prodhojnë ose të punojnë me humbje, të afarojnë me humbje për shkak të procesit apo ndërhyrjes tonë. Por ideja është që të ofrojmë sa më shumë mundësi që kostoja e prodhimit të tyre të ulet, duke ofruar masa tjera në procesin e prodhimit të cilat ndikojnë në uljen e çmimit dhe natyrisht edhe në rritjen e kredibilitetit të prodhimeve vendore. Jo rrallë konsumatorët zgjedhin prodhime nga jashtë, për faktin se nganjëherë kanë dyshime të tyre mbi standardin e prodhimit të produkteve vendore. Infrastruktura e cilësisë rregullohet gjithashtu përmes ministrisë që drejtoj dhe ne jemi duke punuar edhe me gjitha departamentet dhe agjencitë në kuadër të infrastrukturës së cilësisë që konformiteti me rregullat e normat e Bashkimit Evropian të jetë nivel, por edhe gjithashtu të komunikohet tek qytetarët tonë se prodhimet vendore janë po të njëjtit nivel apo edhe më të mira se produktet të cilat importohen. Kjo do kohë, natyrisht se thash kjo është afat mesëm afat gjatë, por gjithashtu don edhe disiplinë nga ana jonë. Do të thotë mos jetë pjesë e një fushate afat shkurtër, se një angazhim i afat shkurt, por angazhim i vazhdueshëm. Dhe deri në kohën kur ne të arrim të kemi prodhimin vendor i cili është konkurrues me produktet e importuara, por gjithashtu edhe ekonominë tonë të forcuar që mund t'i qëndroj më gjatë çfarë do lëvizje të çmimeve dhe ndikimeve nga jashtë, atëherë mund të themi se kemi arritur një stad të fortë të zhvillimit të qëndrueshëm. Dhe kjo është tashmë primare për gjithë ne, jo vetëm me kabinetin apo në ministrinë që drejtoj, por gjithashtu edhe në ministri tjera dhe bashkarisht po mundohemi të krijojmë konceptin edhe të tranzicionit të gjelbërt në kuptimin e normave dhe politikave mjedisore për zhvillim të qëndrueshëm industrial, por edhe në këtë rrugtim të ngrisim edhe standardin
edhe besueshmërinë në prodhimet e vendit tonë. Edhe një çështje sa i përket çështjes së çmimeve, a mund të jetë në konsideratë si masë ndoshta e aty për atyshme edhe ndryshimet e politikave fiskale, ta zëm ulje të akcizës apo TVSH-s nëse kriza thellohet? Këto janë gjithmonë them komplekse për faktin se kjo është një veprim nga ana e shtetit që ulet akciza ose TVSH-ja, përderisa çmimi atje final prap do të përcaktohet nga tregtarët ose prodhuesit. Prandaj duhet jemi në gjendje që atë të cilën ne e bëjmë, domethënë në raport me lëvizjen potenciale të politikave fiskale të ketë kontroll të rrep në treg, që bën paksa më të vështirë mbajtjen e çmimit në atë nivel, për shkak se jo rrallë ka ndodhur që edhe kur ka pasur situata, kemi pasur situatën në Maqedoninë e Veriut, kur ka ndodhur lëvizja e akcizës, ulje e saj, kur është kthyer në nivelin siç ka qenë, ka pasur refuzim të madh, edhe pse konsiderohet si një prej të hyrave kryesore në buxhetin e shtetit, por gjithashtu edhe jo domosdoshmërisht përkthehet në ulje të çmimit. Qeveria e Republikës, siç e dini, në vite me radhë, disa vite radhazi, ka vendosur që të hyrat gjithsesht shumat e mbledhura nga akciza dhe TVSH-ja në buxhetin e shtetit në formë të masave të ndihmës së drejtpërdrejtë financiare t'ju kthej qytetarëve. Dhe ka qenë hera e parë që në kontinuitet për 4 vite radhazi qeveria ka dhënë pako, ka bërë masa veçanti për kategorisë që janë pensionistët, studentët, punëtorët në sektorin publik, që t'ju kthej një pjesë të shumës në periudhë të caktuara të vitit nga fondet e mbledhura në buxhetin e shtetit. Tek çështja e ndikimit të çmimit të kostos të transportit në produktet finale që ne blejmë si konsumator, përmendet vazhdimisht se kjo është arsyeja pse rriten çmimet e produkteve të importuara në Kosovë, sepse është rrit kostoja e transportit. Për të parandaluar ndoshta një zhvillim të tillë përsëri, a ka në plan zonja Kusari qeveria të krijojë një flotë transporti të Kosovës, ndoshta siç e kanë të zhvilluar edhe vendet rajon, dhe që të mos varemi shumë nga transportuesit e huaj për të na sjellë mallrat? Kjo është në frymën e planeve afatmesme afatgjate, nuk mund të bëhet diçka e menjëhershme. Arsyeja është se flasim për ndërmarrësi komplet të re në raport me krijimin të entitetit të ri transportues, por që duhet shiquar më tepër transformimin e shfrytëzimit të automjeteve me bazë tjetër, do thotë ne duhet të gradualisht edhe në politika qeveritare të inkurajojmë përdorimin e makinave elektrike, të inkurajojmë përdorimin e ndarjes së shfrytëzimit të transportit, siç bëhet në vende tjera. Ka mbi 20 vite që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përdoret carpooling, ku për shembull në një distancë të caktuar bëhen disa persona bashkë në të njëjtin drejtim që kanë në një makinë, jo në 3-4 makina veç e veç. Është paksa paradoksale se si në top produktet e importuara edhe në elementin sasior edhe në elementin monetar kanë qenë automjetet vitin e kaluar. Do të thotë mbi 700 milion, nëse nuk gaboj, ose më shumë ka pasur vlerë të importit të automjeteve në Kosovë, ndërsa ajo që ka ndodhur tash me tregun e derivateve e tregon se ato automjete që importohen në vendin tonë, të gjitha kanë nevojë për derivate përveç nëse janë automjete me hibride ose me energji elektrike. Kemi nevojë që të bëjmë një transformim të përgjithshëm të mendësisë si e perceptojmë edhe transportin. Një prej tyre është riorganizimi edhe ofrimi mundësive të ngritjes së shërbimeve në transportin publik urban dhe ndërurban, dhe këto kanë qenë edhe pjesë të programit qeverisës. Pjesa tjetër ka të bëjë me, si përmenda, promovimin e politikave të gjelbërta dhe miqësore ndaj mjedisit, por edhe A mund shfrytëzohet ky moment, zonja Kusari, për ta bërë Kosova këtë tranzicion energjetik? gjithsesi Që ky moment ketë më shumë vetura elektrike në shfrytëzim se sa ato me derivate. po është mase e domosdoshme të shfrytëzohet ky moment, të diskutohet shumë më shumë për format alternative të transportit. Ne kemi thënë që ky mandat do të jetë mandati i ekurrudhave, dhe kjo kur e them nënkupton rikthimin në funksion e të linjave ekzistuese, por edhe ndërtimin e hekurrudhës së re. Ajo do të merr shumë më shumë kohë. Kjo në veçanti e cila lidh Prishtinën me Durrësin, por që format alternative të transportit janë sidomos të tashmë është momenti kyç që ne të fillojmë këtë diskutim shoqëror dhe institucional për të filluar
pastaj ndryshimin edhe të sjelljes tonë. Do thotë do kohë, mendimi, planifikimi, por gjithashtu duhet të jemi të gjithë kontribues në këtë, jo vetëm në një drejtim, por e gjithanshme të jetë, do të thënë e gjithanshëm të jetë diskutimi prej sektorit, do të thotë prej qytetarëve, shoqërisë civile, institucioneve, niveli lokal, niveli qendror, komunat me transportin urban, niveli qendror me transportin ndërurban dhe linjat e reja, format e incentivizimit të makinave përdorimit të makinave elektrike, incentivizimin, inkurajimin e përdorimit të formave alternative të transportit, e gjithashtu edhe përpjekjet për të bërë ngritjen e efikasitetit të shfrytëzimit edhe makinave aktualisht. E fundit, a mund t'i shohim gjithë këto ndoshta synime praktikisht të nisura në këtë mandat qeveritar? Po, gjithsesi këto janë më së të domosdoshme. Ne duhet brenda këtij viti, ne në aspektin industrial i kemi filluar në ministrinë tonë, Ministria e Transportit dhe Ministria e Mjedisit gjithashtu në dikaster të tyre dhe së shpejti do t'jenë edhe të prezantuara si program qeverisës, që është i domosdoshëm të fillojë në zbatim edhe këtë vit përmes politikave dhe vite tjera përmes zbatimit të atyre politikave në projekte konkrete. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën këtu në podcastin tonë. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti 5 pyetje me Mimoza Kusari Lilën, ministre e Tregtisë. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.